Faleminderit juve. Do të vazhdojmë rrjedhën e emisionit dhe do të flasim tani për një temë krejt tjetër. Do të kthehemi nga arsimi në politik, ku do të diskutojmë për zhvillimet e fundit politike. Jemi shumë pranë zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit, pra sërish do të kemi zgjedhje, çka ka bërë që partitë politike të fillojnë përgatitjet të pozicionohen. Kemi një afat të kufizuar edhe sa i përket regjistrimit të tyre në KQZ, por edhe deklarimet të tyre nëse do t'i hynë kësaj gare, të vetëm apo me koalicione. Sot do të diskutojmë pra pikërisht për këtë temë, pozicionimin e partive politike dhe nëse pritet të kemi ndonjë koalicion parazgjedhor në këto zgjedhje që pritet të mbahen. Me ne në mënyrë virtuale është analisti Blerim Burjani. Zotri Burjani, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Jemi në zgjedhje të reja dhe besoj që tashmë e keni vrejtur edhe ju që partitë politike veç se kanë filluar jo zyrtarisht edhe fushatën. Si keni parë deri në këto momente? Normal që të na fillon fushata para se të bëhet fushata zyrtare caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dihet edhe afati kur fillon dhe koha si do të fillojmë, mirë po të na fillojnë fushatat të parakohshme, për shkak se ato nuk sanksionohen me ligj, nuk ka pohan as mohan ligjin një gjatë e tillë, nuk merren masa ndaj partive, prandaj fushatat kanë filluar më herët. Fushatën, kam thonë, ka filluar me kohën kur për shembull Zoti Abdilgjiku fillimisht vetë sa ishin shpallë zgjedhjet, ai tha që Vjosa Osmani do të jetë presidenti e shtetit dhe ai bëjke me dije që na do të jemi, domethënë filloi një farë fushate që e bani LDK-ja para që e filloi, po tash ka edhe tema dhe të tjera dhe natyrisht do të priten ndryshime dhe zhvillime interesante në këtë periudhë kohore. Edhe pse t'ju them të drejtën, koha shumë është e limituar për këtë tema, për bërë koalicione, pra kërkohet një fleksibilitet, kërkohet një tolerancë në mes subjekteve politike, kërkohet edhe konsensualitet dhe guxim për me bo me dikan me hinë në koalicion. Mendoj që njerë për njerë nuk po shoh gjasa që dikush me dikan të tinë në koalicion, të shirojnë që të shkojnë vetëm, edhe pse do të ishte mirë që këtë shkoj me, domethënë me nismen bashkë, ky është mendimi jam, mirë po ata i kanë prish raportet ma herët, mirë po nëse shkojnë veç e veç është rrezik edhe alianca me kalu progun, sepse pas zotin Haradinaj në kryet e listës nuk ka, fatkeqësisht nuk ka as aliancë para Amerinë e Kosovës, për shkak se atë aliancë kanë bërë zoti Haradinaj dhe emri tina, domethënë edhe gatishmëria tina, interesimi i tij vazhdueshëm për të punuar për shtetin, ai ka qenë edhe një nga barqet kryesorë të luftës dhe natyrisht ka tentuar me qenë edhe barqes i politikës dhe pas luftës ai ishte dyer kryeministër. Tash me sa vensume në njëri i cili po kryetar komune që s'dihet kurvar si dihet çka ndodh me ato dhe nuk do të thonë njëjtë me sikur me fitu ti vota në komunë, sikur me fitu në nivel nacional, krejt është e ndryshme edhe mënyra e zgjedhjes dhe mënyra e mendimit apo perceptimit publik. Pra publiku nuk mendon njëjtë sikur në komunën ku jeton ti, sikur sa në krejt Kosovën, sepse Kosova është një zonë zgjedhore, prandaj për qenë lider duhet bukur shumë me investu me vitet e tëra në një personalitet për me mujt me bë lider politik dhe për me mujt me u kandidu dhe për me mujt pastaj me fitu diçka ai prej kësaj pune dhe me rrit subjektin politik apo me hub krejt. Po shumë rrezik i madh në të lojë, kisha thonë që Haradina i dashur me najt bartës i listës edhe kësaj here e pastaj mundet me mendu diçka tjetër. Pra tash nuk ka shumë kohë për të humbur. Unë po shoh që njerë nuk ka PDK do shkon vetën do shkon me vetme, domthon pa kurfar koalicioni, edhe pse po përmendet nisma me shku me PDK-n, gjë që aty brenda PDK-s ka shumë individ që nuk e dëshirojnë nismën brenda. Dhe tash a munden me arrit ata konsenzus apo marrëveshje brenda PDK-s që Lima i të futet brenda dhe eventualisht PDK të rritet 3% minimum. Ajo që temë e cila duhet të shtrohet në PDK, por nuk do të ishte keq që nisma me hy brenda, domethënë PDK-s dhe natyrisht s'foku bili 3% e vota, 3.5% e vota me sjell në PDK. Dhe ata vlerësojnë dikon që tash mi pyet, ata vlerësojnë që fitojnë 25% e vota, ata që ato e kanë synimin 25% me fitu, përderisa VV-ja tenton me fitu diçka domthon që ato dikon rreth 56%, apo synimet e saj janë edhe shumë të larta, domthon që i fiton 65-70, po ato janë tema
këtë çështje dëshirash, mirë po nuk do të thonë kjo që ata mujnë me fitu diçka, mirë po në sozat e kësaj që po zhvillohet politika në Kosovë, nuk janë gjosat për më rritë ma lëvizja vetëvendosje. Pra, unë e shoh pak ma problematike rritjen e VF-s, por e shoh pak reduktimin, por nuk po them shumë, sepse megjithatë si partinë e pushtet që ka performu, këto parti që performojnë nuk hupin 10% për menja, ta mujnë me hup 5 deri në 7% mund t'i hupin, po minimumi që mund t'i hupin është 3%, minimumi, maksimumi që mund të hupin është 7%. Në krizat e mloja politike, ose në studimet e mia që morë të ankohë me zhvillimet politike, atë në krizat e mloja dhe skandalat e mloja politike, një subjekt politik i cili e pushtet mund t'i hup ma shumë të 10%. Kështu performohet në mënyrë normale, ose nxirret një studim normal. Në situata cilat janë të paparashikueshme, ose në situata të krizave dhe konflikteve të shumta verbale ose protestave shumë vështirë me thonë që mund të hup 10% se hupin edhe më shumë, po në këto situata si zhvillohet politika në Kosovë, këtë farë mënyre gjysmë pasore, por publiki shumë i tensionum, apo qytetari shumë i tensionum, normal që neve ka më në ra pak rënja kamera dhe më dhënë e dalja e elektoratit në zgjedhjen e Kosovë për shkak të asana domeve që është bërë, më thonë qytetarëve pa institucione dhe temave të tjera të cilat e kanë varfru qytetarin në kuptimin e ekzistencës ekonomike dhe sociale dhe në mbrojtje shëndetësore, normal që do t'i kushtoj vetë kjo punë, por na duhet me mendu dhe më thonë që kësaj herë nuk ka kur gjithë garantume, e para e dyta do t'jetë sfide edhe për lëvizjen vetëvendosje. Unë kam thonë që nuk i ka konvenue VP-s me shku në zgjedhje. Këto e shumë zgjedhje, këto bëhet kanë shumë me zarë në zgjedhje se si shashku, që ashtu ka qenë një farë definicioni i nxjerrur nga fjalori i Kurtit. Por tashti normal që si ka konvenu, sepse ka mujt ma mirë është me najt 4 vjetë në pushtet e mos me shku me riformulu vetëm me thonë apo i fitoj mas, po fitoj që i kom fitu 50+1, sepse këtu s'ka garanca, plus pak nasia shumë e madhe qytetarëve, mundet me dalja me qenë me avull të qytetarëve, por mirë që të naskot prak të dalje si qytetarë dhe legitimacionin e fiton pa më parasysh sa qytetarë dalje me përqindje, legitimacioni demokratik fitohet pa kufa problemi, që ata që daljen, që ata numërohen edhe nuk ka në e farë pasoja. Do doja të pyesja edhe për ish presidentën Vjosa Osmani, sa kishte edhe një lajm pra që asaj i është bashkuar pra edhe Farie Hoti. Do doja një vlerësim tuaj se si e sheni të pozicionuar, mendoni që do ta kemi Vjosën brenda LDK-s në këto zgjedhje apo pas zgjedhjeve? Vjosa faktikisht nuk ka shumë kohë. Ju e dini pse po them, sepse janë disa procedura, nëse dëshiron të regjistrohet si listë qytetare, ajo duhet të regjistrohet domethënë në Komision Qendror Zgjedhje dhe që të certifikohet nga KQZ, ajo duhet të mbledh 500 nënshkrima. Prandaj nënshkrime, prandaj nuk është e thjeshtë dhe lehtë me bëni lëvizje qytetare në këtë periudhë 40 ditë, 45 ditë sa e thotë sa e kanë thonë domethënë për përgatitjen e zgjedhjeve, domethënë nuk ka shumë kohë për më organizuar në kuptimin politik territorial, me bot deg në degë etj, pra larg është ajo konkret, po mund ta bëjnë një listë qytetare me 120 emra ose edhe më pak, që s'ka nevojë me pas 120 kandidat, mund të bëjë edhe më pak. Mirë, po mendimi jam është më mirë i bën Vjosës me arrit një marrëveshje me LDK-n. Edhe LDK si bën më mirë me bëu marrëveshje me Vjosën, për me mujt mos mu do, domethënë ndryshe. Ma keq mu do, për ndryshe që nëse hy brenda LDK-s Vjosa, atëherë LDK mund të rritet 3 deri në 5% si pas mendimit tim. Ma shumë ti maksimumi që mund të rritet LDK është 5%. Mos harrojmë edhe një, ka Vjosa Osmani popularitet të theksuar brenda publikit kosovar, brenda qytetarëve, brenda profileve të ndryshme profesionale në Kosovë, ka shumë njerëz që respektojnë Vjosën për punën që ka bërë si presidente. Prandaj unë po ta nuk shkon LDK veç hajt, po ajo ka më kërku domon që t'i garantohet edhe vota brenda, sepse ju dini që një pjesë e tyre nuk e dëshirojnë brenda Vjosën, është një numër shumë i disa degëve të cilët nuk e dëshirojnë, që i thonë që ai ka bërë dom me LDK-s më herët. Prandaj duhet me pas një unifikim mas pari me brenda kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Këshillit të Përgjithshëm, organeve të saj apo degëve, për pastaj që t'i garantohet diçka Vjosës, se Vjosa nuk shkon LDK veç me shku me hyq aty me numër i 15-20 nuk është me rëndësinë listën zgjedhore. Ajo kërkon domosdoshmë natyrisht kandidim për diçka dhe ai pozicioni i saj që e dëshiron është çështja presidentes. Ajo dëshiron të jetë presidente e vendit, në rast se hyn me lëvizjen vetëvendosje në koalicion, ajo pretendon se të jetë presidente e shtetit në një koalicion me VV-n. Pra ajo ka synimet e saj atë qarta.
nuk i ka synimet e saj për kryeministë se sa i ka për presidente. Sa asaj na më shumë i ka fjalë që është në gjuhë popullore, më shumë ju ka dosh kjo se ajo. Në të kundërtën, po që se LDK nuk e dëshiron brenda, unë mendoj që LDK nuk do të rritet fare dhe do të mbetet kjo LDK që e shohim na, dhe do të jetë shumë e vështirë dhe për LDK-n domosdoshmë këto gjëra do të janë shumë të rënda dhe a mundet me përsërit rezultatin e ku e kon, a mundet pak më rrit ose hiç, domethënë kur fa garancioni as nuk besoj që ka as hulumtim brenda LDK-s, as hulumtim publik që ata mund arrin diçka më shumë. Nuk ka kësi hulumtime që ka pas LDK, po edhe na që merr me mënyrë të pavarur tankohen me analiza politike dhe hulumtime institucionale, nuk besojmë këtë farë pune. Prandaj Vjosa ma mirë është më marrë vesh me Abdilgjikun për kasësh me Ligjin Demokratik e Kosovës dhe LDK duhet të asojna mi garantu diçka. Mos me trahtu brenda me shtim liste, mos me dhon vota asojna. Sepse këtu ka tentativa që një pjesë prej tyre rreth 25% të LDK-s me thonë që le t'i bë votat vet, ajo mos disa njerëz dhe disa dek mos me përkra, kështu që ajo nuk mundet me hy në një kvali me hy brenda LDK-s domon pa një garancian që dekt e LDK-s edhe pe kreu të LDK-s Abdilgjika e përkrajnë dhe e mbështesin spaku për presidentet e vendit. Dhe ajo do ta ketë minimum që do ta ketë pozitën e vet në listë është pozita e dytë. Mas Abdilgjikut. S'po thome parja, se me pyet Vjosën e ka dëshirë me qenë me siguri e para, se menon që ka popularitet mas në publik dhe mund me mri ma shumë se Abdilgjiku. Mirë po, është mirë një situatë që Abdilgjiku është përkrahës e Vjosës dhe Vjosa e ka një respekt të veçantë për Abdilgjikun, kështu që raportet e tyre janë jashtëzakonisht të mira, politike dhe njerëzore, dhe unë mendoj që ata mujnë me gjetë një zgjidhje të përbashkët, por Vjosa nëse shkon me bë listë të veçantë, do të jetë shumë vështirë se Vjosa mund të mri ma shumë ti 5%. Vetëm, por nuk besoj që më rrim me një subjekt të kryum, me një lëvizje qytetare të re, në këtë ku ka të shkurtër më rrim me bo një mobilitet total të madh të publikut apo qytetarëve, sa që aje me mri dhe më tonë kvota mbi 10%, dhe më onë është shumë vështirë, edhe pse është për çdo lavdat angazhimi i saj, i paljalshëm e cila ka dalë në për teren, dhe është të vizitu tankohen profilet të ndryshme të njerëzve intelektual, organizatat të ndryshme të shoqërisë civile, individ, pra është inkurajuese, mirë po, ajo s'po po kur me dije çka po dëm pikësoj puna, po do me hi me një listë të tillë, me hi domethënë brenda LDK-s, që LDK-ja pastaj nuk i garanton votë kësajna. Po vetëm sot mundet vetë me fitua dhe sa e dëm publiku, domethënë sa e dojnë qytetarët ata, sepse disa dek, rreth 25% ose 20% të dekëve të sajna nuk besoj që e ka përkrajen nuk do ta ketë Vjosa brenda LDK-s, pra diçka duhet me ta me bë, diçka duhet me garantu brenda asajna për me mujtë Vjosa domethënë me arrit qëllimet e sajna që ka. Dhe nëse dhe personaliteti e dytë ose personaliteti e dytë me votu me LDK-s është pozitive, por ajo mund del edhe para, se nuk i dihet. Vjosa ka domethënë ka një popularitet të mirë në publik, në Kosovë, tek qytetarët, pastaj tek një klasë e madhe intelektuale, pra mendoj që ka kryer një punë jashtëzakonisht mirë si presidente dhe që të dim që ka kryer një punë të mirë. Andaj çështja e Vjosës mundet me qenë fenomen politik i jashtëzakonshëm Kosovë, nëse hyn LDK, edhe aja fiton vota më shumë të brenda LDK-s, atëherë po i vjen që LDK-ja ka fitu shumë për Vjosës, mirë po Vjosa s'ka fitu qash shumë për LDK-s, sa ka me fitu LDK. Unë e thash që nëse Vjosa hyn pa kushte brenda LDK-s, dhe ata nuk i qesin kushte Vjosës me thonë ti mundesh me kon ku dush në listë, po e dëgjojnë me fjalë tjera, merren vesh me Vjosën se cila do të jetë pozicioni kandiduesi i saj, për shembull nëse kandidohet për presidentet e shtetit, asoj ai konvenon me kon pjesë e LDK-s, dhe natyrisht besoj që ajo do të jetë personalitetja më votuar brenda LDK-s në këtë variant, po që se shkohet me një kandidaturë publike të sajna, domethënë për presidentit e vendit, në rast se ka koalicion LVV me PDK-s me LDK, sepse krejt pe din që VV-ja nuk mund të fitoj ma që ka përsërit atë rezultatin 50+1 e ka shumë ma vështirë, mirë po realisht gjasat i ka dikon me imëri ma shumë të 28%. Ky është mendimi jam, nuk do me thonë mja qelluar, po ky është mendimi jam në bazë të trendeve si e shqar zhvillimin e elektoratit edhe gjanave të tjera, mirë po ka edhe të tjerë që shohin në 40 që është e pamundshme. Këto parti që në pushtet nuk hupin 10%, është shumë vështirë me hupër me 10%, po më shumë ti që hupin në bazë të analizave, studimeve që bojnë ana, janë 3 deri në 5%.
jemi real, ne po folit të hulumtimet shkencore 3 deri në 5%, se s'mundet me humb më shumë. Nëse humb veç 10%, kjo bën që na do të kemi një diçka që ka ndodhur keqe ose dramatike, kërcënuese për shtetin, për probleme që nuk e pas zgjidhura etj. Dhe aty në ato situata studimet tojnë ndryshe, deri në 10% mund të u partia në pushtet, ose me kon një revolucion total, që është shumë vështirë me prit në një revolucion total të mënyrës së ndryshme të votimit të qytetarëve, me pas aq ndryshim drastik nga zgjedhjet e fundit. Dr. Burjani, faleminderit shumë për këtë paraqitje drejt për drejt dhe të gjitha informacionet. Përshëndes. Faleminderit dhe ju.